Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tyrona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Letra që do të ndaj është një letër tepër e dhimbshme, një letër me shumë emocion. Janë këto momentet e vështira që njeriu t'i ndodhin në jetë, por njeriu nuk mund të ndahet dot. Fjalët sonte dhëmbin më shumë, më besoni. Dhe lotët sonte janë shumë të mëdha në këtë që ju do të dëgjoni. Nuk ka dhimbje më të madhe në këtë botë se sa ajo e një nëne që humbet djalin e saj. Plagët e trupit shërohen me kalimin e kohës, por plagët e zemrës mbeten gjithmonë të hapura. Kanë kaluar ditë, muaj, ndoshta edhe vite. Por për mua koha është ndalur në ditën kur mora lajmin më të rëndë të jetës time. Çdo mëngjes zgjohem me shpresën se gjithçka ka qenë një ëndër e keqe. Për një çast pres që të dëgjoj zërin tënd. Të hape dera dhe të hysh në shtëpinë si ke hyrë dikur o birë. Por heshtja më kujton se realiteti është krejtësisht ndryshe. Malli për ty nuk matet me fjalë. Nuk ka ditë që të mos ta përmend emrin tënd. Nuk ka natë që të mos të lutem realisht për shpirtin tënd, dhe çdo cep i shtëpisë më kujton ty. Rrobat e tua, fotografitë e tua dhe buzëqeshja jote. Gjithçka në këtë mes më flet për ty. Shpesh unë qaj pa pushim. Mendoja se lotët e mi do të ma lehtësonin dhimbjen që unë e kisha. Mendoja se duke qarë do të ndjehesha më afër teje. Por zemra ime mbetej po aq e rënduar. Pastaj fillove të më shfaqeshe në ëndra. Në fillim më dukej sikur ishe mirë, të shihja të buzëqeshur dhe zgjohesha me pak qetësi. Por sa po hapja syt, e kuptoja se isha përsëri vetëm. Një natë pash një ëndër që nuk do ta harroj kurrë. Erdhe pranë meje, fytyra jote ishte serioze, më shikoje drejt në sy dhe unë fillova të qaja dhe doja të të përqafoja. Doja të të thoja se sa shumë je duke më munguar. Por ti më the me një zë të fortë, mos qaj më. Më lër rehat. U zgjova e tronditur, zemra më rihte fort, lotët nuk pushonin, për shumë kohë nuk e kuptova pse pash atë ëndër. Më dhembi edhe më shumë sepse mendova se mos vallë lotët e mi po të qetësonin. Me kalimin e kohës, fillova ta mendoja ndryshe. Ndoshta ajo ëndër nuk ishte për të më larguar, por për të më mësuar në të vërtet diçka. Ndoshta ishte një kujtesë që jeta ime duhet të vazhdonte. Që lutjet të vlejnë më shumë se dëshpërimi, që dashuria nuk matet vetëm me lotët. Edhe sot më mungon, po aq sa ditën e parë.
As një nën nuk e haron fëmijën e saj. Dashuria e një nëne nuk vdes kur. Ajo jeton në zemër deri në frymën e saj të fundit. Ka njerëz që thonë se koha shëron gjithçka, për një nën koha nuk e shëron humbjen e djalit. Ajo vetëm mëson të jetoj me atë dhimbje. Mëson të buzëqesh edhe pse zemra i qanë. Sa herë shoh një nën me djalin e saj, zemra më dridhet fort. Kujtoj ditët kur edhe unë të mbaja për dore, kujtoj fëmijërinë tënde, të qeshurat, ëndrat dhe planet që kishe për jetën. Do të doja të të përqafoja edhe një herë, do të doja të dëgjoja edhe një herë zërin tënd, por e di se kjo nuk është e mundur më në këtë jetë. Prandaj sot nuk të flas më vetëm me lot, të flas me lutje. I lutem Zotit që të ketë mëshiruar, të ketë falur dhe të ketë dhënë paqe. Nëse ajo ëndër ishte një mesazh, unë dua ta respektoj. Nuk do të thotë se do të pushoj së të dashuri. Nuk do të thotë se do të haroj, do të thotë vetëm se do të përpiqem ta kthej mallin tim në lutje. Sepse dashuria një nëne nuk mbaron me vdekjen. Ajo vazhdon për te kësaj bote. Sot dua t'u them të gjithë nënave që kanë humbur fëmijët e tyre. Nuk jeni vetëm në këtë dhimbje. Vetëm një nën që ka kaluar këtë sprove kupton sa e rëndë është. Le të lutemi për të dashurit tanë dhe t'i kujtojmë me dashuri, me respekt dhe me vepra të mira në emrin e tyre. Djalim, nëse shpirti yt më dëgjon, dije sa do të mbetesh gjithmonë pjesë e zemrës time. Do të mungosh deri në fund të jetës time. Do të lutem për ty çdo ditë dhe do të shpresoj që një ditë me mëshirën e Zotit të takohemi përsëri në paqe. Deri atëherë do ta mbaj gjallë kujtimin tënd në zemrën time. Jo vetëm me lot, por edhe me dashuri, lutje edhe me shpresë. Allahu i mëshiroft të gjitha ata që janë ndarë nga kjo botë dhe u dhënë të durim familjeve të tyre. Do të thënë, kjo është e gjithë ajo letër që mua më është shkruar nga kjo nën, e cila ka parë një ëndër ku djali është lutur më të mos e vajton, të mos e qanë, sepse nuk ndjehet mirë, nuk ndjehet komod, nuk ndjehet rahat atje ku ai është në botën tjetër dhe i është lutur nënës së tij. Unë besoj në këto ëndra, sepse unë e di që ka njerëz, domethënë ka shpirtra që ne na vinë në ëndër dhe na kërkojnë, sepse Zoti i çon për ta pranuar atë realitet siç ne na vjen.